Unë dua të them tek qytetarët shqiptar, mos besoni çfarë del në publik që nuk ka transparencë. Thjesht kjo bëhet për arsye sepse don që vëmendjen ta shpërqendrojnë, ta çojnë në një vend tjetër, aty ku nuk duhet atje ku duhet, në fushat në këto kushte. Thjesht ky individ për mendimin tim ka ardhur të bëjë një fushat. Do mbaroj fushata, ai do ikë në Amerikë, do marrë lekët e veta dhe përveç kësaj unë nuk e di që të dali një kontratë kur kemi të bëjmë me projektim, të dali në publik se ka interes Partia Socialiste që të i thot shqiptarëve, sepse unë kështu e shikoj, që nuk ka transparencë Partia Demokratike. Para 3 muajsh, KQZ-ja e dha lek Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, kanë marrë shumë miliona lek, pra janë të justifikuar të paguen këta eksponent, pra këta marketing, dhe përveç kësajt, duhet keni parasysh ju që kontrata bëhet e ditur pas një viti. Pra, në 2026 bëhet publike në auditimin e KQZ-s. Tani këto janë pralla për të thënë disa lavazhier që bën diku lavazh spakut, që nuk ka transparencë, thjesht për të trazuar ujërat dhe ku ju fut në grop Erion Veliaj, tani thoshin nuk ekziston vendim për Erion Velin, pra do të thotë që kontrata duhet të dali për këtë Amerikanin. Pra e kupton çfarë thënë lavazhierët? Prandaj unë i them lavazhierëve që prisni 2026 se sipas ligjit të partive politike është e detyruar Partia Demokratike të publikoj në auditimin e brendshëm financiar që bëhet sipas KQZ-s. Nuk ka asgjë të palikshme deri në këto momente dhe nuk mund të paragjykojmë diçka pa ardhur koha, pra 2026 ku do të bëhet auditimi. Thjesht kjo është një pjesë e lojës që bën individ të caktuar, të cilët paguhen për të bërë lajme të caktuar për sa i përket hapjes së imazhit ose më mirë pikpyetjeve me çfarë lek paguhet ky Amerikani. Ky Amerikani paguhet nga lekët tona që i morin nga KQZ-ja Partia Demokratike para 3 muaj. Është shumë e thjeshtë kjo. Avokat, do kemi arrestime në këtë periudhë fushate përveç atyre të krimit zgjedhor, si në rastin edhe te kjo pyetje më pas, pse spaku e nisi nga Fieri? Sepse aty është kryetarja e ardhshme e Partisë Socialiste, është zonja Balluku, e cila monitorohet nga spaku që nesër në një moment të duhur do përdoret çdo provë kundër sajt nga zoti Dumani, i cili do jetë një prokuror i thjesht dhe do i bindet deri në mbarimin të mandatit të tij kryetarit të vet Edi Rama. Dhe në momenti kur Edi Rama nuk do dojë më zonjën Balluku, në rast se nuk do ta pranojë që të jetë ajo kryetare e ardhshme e Partisë Socialiste, do t'ia thot Dumanit, apliko provat që ke kundër sajt, që ta fuset atë në burg ashtu si futa Erion Velin. Shumë e thjeshtë. Gjeli pa pyet. E thjeshtuar shumë avokat, vlat pa tekst. Po, më thjesht nuk ka. Provat do mblidhen, do ngrumbullohen, do arkivohen atje dhe kur kryetari i partisë do të thot ushtarit të vet apliko nenet, ai do të aplikojë nenet.